Financimi nëpërmjet huas. Padyshim që është ndër format më të përdorura në vendin tonë, të paktën prej më shumë se 30 sa vitesh, por që nëse ndalojmë një moment të caktuar dhe tentojmë të analizojmë se si kemi filluar, biznesi fillon ta përdorë këtë mjet të financimit të aktivitetit të tij, pasi ka zoruar një pjesë të mirë të formës së financimit nëpërmjet kapitalit. Pra, pasi ka përdorur kapitalin fillestar të aksionerëve, pasi ka përdorur fitimin nga kapitali, pra fitimin e reinvestuar nga kapitali nga aktiviteti i biznesit, pasi ka shkundur xhepat e aksionerëve nëse kanë mundësi të shtojnë kapital, dhe atëherë kur biznesi po rritet më shumë se sa fuqia financuese e aksionerëve, gjëja e parë që shkon në mendje kujdo është të marrë hua. Dhe huat padyshim fillojnë fillimisht në qarqet familjare, pra kryesisht tentojnë bizneset të financohen nëpërmjet huas pa kosto, pra thjesht nëpërmjet parave që marrin borxh nga familjarët, por më pas, sepse kjo nuk zgjat për shumë kohë, më pas kalojnë drejt institucioneve të caktuara financiare. Është e pamundur që direkt të shkojmë në bankë, sepse duhet të kesh një historik financiar, duhet të kesh një administrim të mirë e të qëndrueshëm të financave të aktivitetit biznesit, dhe për këtë është e pamundur që të shkohet direkt në bankë, por si më thënë paradhoma e këtij lloji procesi është mikrofinanca, që është një ndër sektorët gjykojnë më të rëndësishëm që ka një ekonomi, është paradhoma e sektorit financiar, e cila të krediton si biznes edhe pse ke risk, edhe pse nuk ke një po themi bilanc të strukturuar financiar, edhe pse nuk ke pasqyra financiare siç kanë korporatat e mëdha. Mikrofinanca hyn në këtë lloj formati të bashkëpunimit, duke u financuar, duke ekspozuar me risk, pra kjo është arsye pse kanë normat pak më të larta, po ama shërben si një mjet i edukimit financiar për bizneset, i mëson se si të gjenerojnë cash flow-n, si të ruajnë të dhënat financiare, të menaxhojnë dhe administrojnë kostot të hyrat dhe dalat në biznes, dhe kjo i bën gati pastaj biznes në një fazë të dytë, mbas 3 apo 5 vitesh, të financojnë aktivitetin e tyre nëpërmjet bankave. Nuk mund të rri pa thënë këtu që një pjesë jo e vogël e biznesit shqiptare, por ky është një fenomen që ndodh pothuajse në të gjitha vendet zhvillim, të cilët e kanë të pamundshme të aksesojnë sistemin financiar, pra qoftë ky mikrofinancë apo bank, jo në pak raste janë drejtuar tregut jo formal të huas, ose siç njihen gjuhën popullore fajdeve, të cilat më pas kanë rezultuar ose fatale për to, ose janë kthyer në një barrë financiare të jashtëzakonshme, sepse interesat janë aq të mëdha sa e tejkalojnë disa herë nivelin e rritjes biznesit. Duhet kuptojmë që kyçi i suksesit në financimin nëpërmjet huas është që norma e kredis apo huas që u merrni duhet të jetë gjithmonë më e vogël se sa norma e fitimit që ju keni ka biznesi. Pra, në qoftë se ju merrni një kredi me një normë 5%, norma fitimi që ka biznesi juaj duhet të jetë më e madhe se 5%, ndryshe biznesi do ketë probleme të ardhmen. Faleminderit që na ndiqni në Financiarisht i Pavarur.